do thosh tani? Përshëndetje. Përshëndetje. Hape që kanalin. Përshëndetje miq. Përshëndetje miq. Pa tregoj çka ke. Këtu kush është? Papsu. Pop Patrol. Thoj që mirë se erdhët në Vlogmas 21. Eseni. Bravo. Çunim polos. Malada mio. Por me telefonin, aty tregoj telefonin çfarë po bëj. Jo. Te arrivo. Përshëndetje miq. Mamit me grushta? Mirë, unë jam me zidu, kam po patrolin xhan. Goca do provojmë këtë që na solli Rezi. Po do t'i shkruaj një Rezit. Po më duket se hahen se janë të buta. Hi guys! Jemi të Vlogmas numër 21 dhe ne do provojmë këtë që na ka sjell Rezi. Shifeni si ngjajnë si moll. Kjo është si tip portokallo. Portokale. Sa bukur i kanë bërë. Dhe provojmë një. Pastaj këtu kemi lulu shtrydhe. Kemi dar, jo fik, dardh, s'merret vesh. Com'è? È buono. Rezi hahet moj. Është me mandorle. Me mandorle. Buono. Buono. Këtu është Charlie, shikoni guys. Shpo ha. Mi piace. Dëshmëra. Mita bëri. Mita bëri. Ma se di mitri. Mita bëri. Madamo. Dove andiamo? Di là. Sono buone o no? Sì. Mi piacciono. Ancora. Jo, delle babis dhe dadës. Edhe për me. Rezi do të porosim tjera nga këto. Arlin nuk do të tregojmë këtu, do telefonin. Dhe t'i mami telefonin, e di ti ma tanë. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Vlogmasin numër 21. Dhe këtu kam një surprizë për ju dhe do t'ju tregoj. Da t'ju tregoj. Dala! Merdi Kamila. Se si arrakaqe që është, kishte harruar çantën e shkollës dhe nuk ishte ime. E kujt ishte? Shoqërisë time. Vabbè. Edhe erdhi. Tani, erdhi tek Unata. Dhe këtu kemi ardhur. Sa duti? Kaq, ikni tani s'dorim bashk. Dhe sot kemi pizza, sepse kemi çunin e vogël shtëpis. Kam ardhur të shtëpia mamit dhe babit. O ma. Kush është fëmia juaj i preferuar, unë apo vllai? Të dy ka mami si i vjen. Po për ty o ba? Në qik më i preferuar. Ma. Adesso non dico niente perché Në shqip duat ma thash.
Në Shqip nuk them asgjë sepse ju bëni xhelos. Të dy, si ndan topi. Mirë. O ba, kush ka qenë më shumë fëmijë mbar, unë apo vllai? Ti. Ti që në mbar. Sa sinqert është mami, ti bëj manipulues. Unë ju kam rritur, ai ka qenë në Greqi. O ba, kush ka qenë momenti më i bukur në jetë kundër meje dhe kundër vllajt? Qysh momentin. Një ndër momentet më të bukura që kur kam lindur unë dhe deri tani që s'do ta harrosh kurrë. Gjitha momentet mira ka qenë. Një që je gëzuar me mua për shembull. Jam gëzuar kur ke lindur. Që ke pirje për ta. Na qefi për. Për të ma? Po ma e gjithmonë e lumtur ka qenë mami, pse unë s'kam qenë kurrë e irrituar nga ty. Jo, në tërë jetën për shembull. Që kur linda dhe tani që jam 31 vjeç, një moment që të kam gëzuar, se harron dot. Tëra gëzime kam patur ndaj teje. Është sa më flet mami. Po nga Daja. Po nga vllai. Nga Antoni. Edhe nga ai, unë si dalloj, dhe se kur ta shua ai të më thoj. E va? Ka patur një çik. Trazira. Ti më çuan vida. Ajo që Po ti ma? e ka të rikë. Për të ma, vllai? A di, çuna ta shuja, dhe në i trazira. Pastaj një pyetje tjetër. A ke qenë e lumtur me zgjedhjen time në jetë? E ke zgjedh veti. Kam lënë të gjithë ty dhe unë vetëm kam qenë një apogjo. Ke qenë mbështet gjithmonë për mua. Po ti ma? E ke zgjedh vetë, që të dësh shefi me cuc. S'ti kanë të hyrë. O ba. Çfarë do të thotë të bëhesh gjysh? Kënaqësia më e madhe në botë. Këtë mami? Po, mbesh me mbesë. Më ka bërë Amarila si gjysh për herë të pa. Gjyshe. Gjyshe. A gjyshi? Gjyshi. Ngjo çik mua. Kush është më preferuar për ty, Arli apo Ami? Që të dy. Nuk posso dire. Nuk ndahen fëmijët alketa. Prit rallën. Jo, Kjo kjo është e gabuar kjo pyetje. Mirë, do bëj pyetje tjetër. O ba, çka ke menduar për të ndëruar për vitin e ri si vjen? Pse me në shpeson për ju që i dhuratë, pse e thoni vit për vit? Jo da moj, gjithë mo shpesonin në ne, po ta në një në ju. Po mirë, pyetja ishte se do blesh ti mua, pastaj Jo, ti blesh ti mamas. Mirë, unë do të bëj një lule. Mama, vala, ti as ti s'ke ble. Ska bler lule ti për ditëlindjen? Ashtu ke ble. Ah, ndryshove. Babi, Ke da rrit në ti botë. ba ç'a do nga Unë mua. nuk dua asgjë fare. Dini mirë dhe kaq. Mirë, po më gjë çik mua tani. Tani. Dini mirë juve të gjithë dhe kaq dua. Unë jam i plot. Je e lumtur me mbesën tënde? Po, kjo është ilaçi që më shëron. Felice jam, tropo. Tropo. Ua, këta nuk din përgjigjen pyetjeve, për zotin. Nuk di. Nuk kemi Jo, marrë. ti mami nuk mba rallën, përgjigjesh para kohës. Jo, unë. Je bërë e rrezikshme. Ka si defekt rallën, po kështu të folë. Defektet vogla që Bele, kush ti puna je pikne, kush është... Po je pas përgjigjeni mirë. Duhet përgjigjeni mirë. Okej. Babi mos e lvizet ekran. një kamë në ty, dara me. Ma cos'è? Noi. Io penso no. Madonna, te ke dy. Nge dy makina ti. Unë kam makinën e... Ti ke traktorin, makinën e derrave, unë kam atë të qumshit. Tu kemi derrat, tu kemi latte. Questo. Camionin. Vabbè. Questo lëre këtu këte. Ky është i derrave, lëre atje. Hajde. Io penso. Ma non si guida così, si va di qua, così. Non mi prendi. Ti prendo. Arrivo. Arrivo. No.
Ma te hai una macchina che vola? Quella è quella. Prendi. Këtu kemi lodra për gjithë lagjen. Hajde. Mi prendi. Po io non so volare, la mia macchina ha le ruote, non le ali. Këtu kemi qendrën ku marrim qumshtin, furnizohemi me latte. Edhe këtu ma tam pastaj kemi qendrën ku marrim mishin e derrit. Edhe ky xhaxhi këtu se kemi marrë vesh çfarë është akoma, por më duket se ky pas ka qepa. Nuk e di. Mangiare. Për mangiare. Kurse një xhaxh tjetër këtu e kemi këtu e kemi që mje lopën. Mamma, tu belli pulizio. Kurse kjo i je për të ngrënë derrave. Qui. Derrave. Po. E ti ho belli foto. Po. Foto. Il fuoco? Ok. Io ben pompe. Goca, po shikojmë edhe Big Brother VIP. Shofim kush do na hyn si vjet. Io per lei che entra, non me lo dire. È già entrata lei. Lozim. Edhe shkon Big Brother, Bibi. O ma. Buonanotte picciolino, buonanotte ninino. Edhe atje kemi kornizën. Sa e bukur që është. E adhuroj. Mirëmëngjesi goca, si jeni? Jemi nga e diela. Mirëserët në vlogmasin 21, e kam thënë, do ta kem thënë. Jam këtu se desha t'ju tregoj se çfarë më dhuruan dje tek farmacia. Ju thash që shkova te farmacia dje dhe më dhuruan këtë dhe është një krem për duar, jo keq, sepse mund ta bëj dhuratë edhe njerëzve të tjerë, por që dua ta mbaj aty se nuk i dihet mbas unë në janar filloj një punë tjetër që do t'ju updatoj më vonë, edhe aty ku do shkoj të punoj, një krem duarsh më duhet. Jo se unë s'kam linjën time, e kam, por më shumë ma dhuruan, se jo. Dhurata pranohet. Gjithashtu, edhe këtë, edhe, po do t'a japin mami. Edhe tani ta vendosim pak. Ka effetto bagnato. Do më pëlqen shumë, jam veshur, jam bërë gati sepse do bëj një porosim. Okej? Edhe thash t'hapi edhe çik kamerën. Tani të jap çik një karamelare, se për ndryshe nuk pushon me. Dhe t'ju tregoj pak disi edhe veshjen. Veshja është kjo bluzja, ngjyrë shile me vian që më pëlqen shumë. Është e shkurtër deri këtu, këto xhinset që vinë të gjëra kështu në fundi, jo shumë gjëra, më pëlqen shumë, të janë xhinset që më ka dhuruar vllai im. Dhe për shtëpi jam shumë rehat, komode, dhe tani ti futemi punës. Juve si do e kaloni këtë të diel? Na i thoni pak nëpër komente. Unë më vonë do bëj një skincare shumë të gjatë, nuk e di nëse do regjistroj apo jo, dhe po mendoja që sot i bëj flokët e lidhura. Nuk i qenë se gjithmonë kam qenë me flokë të zgjidhura dhe thash ok, të bëjmë një outfit ndryshe, një look ndryshe që ta kemi edhe kur tim këtu te vlogmas. Goca, ky është vlogma 21, më ngojnë vetëm 4 vlogmas dhe mbaruan vlogmas. Që kështu do kemi vlog pastaj. Dhe mendoj vlogun e parë pastaj do ta hedh në 2026. Se di. Hi guys! Jemi bërë gati dhe do dalim një xhiro, nuk e kemi vendosur nëse do dalim në Ipër apo në Befana. Edhe do dalim me Amarilin, si me djalin, me Amarildon dhe unë kam vënë një look DC. Nuk kam vënë fare fondotint në fytyrë dhe kjo gjë më bën kaq të lumtur që thjesht kam vënë vetëm pak blush këtu. Kam lërë buzët dhe qërtiket dhe dhiptit, kaq shumë pak. Dhe this is my look.
Dhe më pëlqen shumë. Kam veshur këtë xhaketën, këtë bluzën, kam veshur një palë pantallona të shkurtra të zeza, me geta të zeza dhe amfibi. Do t'ju tregoj edhe më vonë gjithë outfitin siç është. Mbas e realizojmë dhe ndonjë foto. Mendojmë që të bëjmë ski, unë dhe Amarili si. I vetmi që s'është bërë gati Sharli dhe Amarili, se siç e ngjoni nga zhurma që po ngjoni. U pastron makinën. Dhe këtu është Lucy. E që dorën për shlok mami. E që dorën për shlok mami. Qysh është mami? Baba dhe të Lidl. Befana. O njës, qysh është mami? Bella. Bellissima. Rosali. Vai Ami, e këtërin që derë, do vesh Sharli tani. Që do? Po bës për gërmeni ditë? Janë në tene. Fala! Daj se do iki tani, s'do rrim këtu. Më lini një koment poshtë si ju duket luku, si ju duket fytyra dhe kombinimi. Tani do t'ja u tregoj këtu, edhe unë. Kam vesh këto pantallonat e shkurtra, që janë shkurtra deri këtu, kemi vesh amfibi, edhe të xhaketën, që është e gjatë, pakët më e shkurtër se të shkurtrat. Kështu do. Shkojmë dhe ju marrim me vete të gjithë kësaj dite të diel dhe do xhiroj mendoj pak për vlog mas 21 me patjetër, por edhe pak për vlog mas 22. Shifemi në vazhdim. Surrata të brendra më kiste koha. Outfiti është ky goca, si që shikoni. Kështu. Këtu kemi edhe këta çupën e Amarildës. Edhe kështu duket gjithsesi. Një gjithë outfiti, kështu. Kështu. Kemi që kështë të pjën rëmuj, se s'na janë veshur akoma njerëz. Dhe jemi gati më në fund, pasi pritëm Amaril do një orë se është i fundit që vetë gati. Do ndrohet e vishet e stërvitshet, aty janë kalamasht, edhe burri është këtu. Burri, u je gati? Do të presim me? Rri mirë Amarilis ku bëjmë video, del dhe fytyre, rri mirë. Kemi ardhur një për si përfundim njerëz dhe jo në Befane se ka vajt shumë vonë dhe është shumë ftohtë. Tani nuk e di nëse do të futem me këtë pipzën aty brenda ose të rri brenda ngrohet me çunat. Harli, sa bukur o ma, ti piace? Kjo këtu njerë do jetë ngjyrë fantastike, kjo. Por edhe kjo më pëlqen shumë. Kushton 45 euro. Ku je Oni? Shofer, do ikim gjiro, a ikim gjiro, ku të çesh mami? Ku të çesh mami të shofer bukur? Ku të çesh mami një noç? O në ujë. Beba, oh beba, beba, oh mamma. Arli e bono?
Rri mirë ma. Dhe erdhi momenti që burri dhe gruaja të pinë kafe. Aspetta, è pregato di uscire. Orli! Shko dada, mami. Surrit në një kjo të bajote. Il tempo è scaduto. Il numero 51 è pregato di uscire. Guys, jemi te vlogmas e 21 burr dhe 2-3 vlogmas na kanë ngelur. Amarin të paha çokoladë marrë. Sot rezisti sollatu ja marrë da solla fëmijëve. Po faktikisht historia e çokoladës është që Amarili si më tha mami mund taj një dhe unë i thash po. Amarili si vajti mori 2, unë e pash thash sa mora Amarilis 2, tha një për babë. Dhe vajzën time më të bukur. Ç'ke tani që u mërzite? S'ke për të bërë me karamela? Sa po kemi ardhur, s'kemi pak që kemi ardhur dhe më pëlqen kaq shumë sot looku që kam bërë, make-upi që kam bërë, make-upi thënë qenë se kam lërë vetëm buzët edhe qërpikët, nuk kam lërë asgjë në fytyrë, kam vetëm pak blash këtu dhe niente. Dhe bërëm një gjë të shkurtër, kaluam shumë bukur, pim një kafe, gjithsesi ndova të merrja disi me vete, dhe diku këtu them që ta mbyll vlogmasin numër 21 që të hapi vlogmasin numër 22. Si thoni juve. Dhe mos harroni të bëni like, comment, subscribe dhe fan presh. Se ka dalë një gjë e re tani, mos harroni të na hapni një fan presh. Siç thotë Rezi. Diku këtu ju fut dhe ju them natën e mirë, shihemi nesër.